Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë në gjysmëfinale të play-off për botrorin 2026. Përballë është Polonia, ndërsa takimi nis prej orës 20:45 në Varshavë. Kartonët që lojtarët kuqezi morën në fazën e grupeve nuk konsiderohen për këtë takim. Në sfidën e fundit me Anglinë nuk u aktivizuan Arlinda Jeti, Nedim Bajrami, Julian Shehu, Rej Manaj dhe Ylber Ramadani. Pikarisht për këtë shkak, pasi nëse ndëshkoheshin, do të mungonin ndaj Polonisë. Po ashtu Ylber Ramadani, që mori karton të verdh në raundin e fundit, nuk është i rrezikuar nëse ndëshkohet sot. Rasti më i keq është nëse Shqipëria fiton dhe ndaj Polonisë ka karton të kuq. Ekipi i trajnerit Silvinho do të luajë sot gjithçka për gjithçka, duke qenë se askush nuk ka diçka për të humbur. Kujtojmë se në rast se vjen kualifikimi i madh ndaj Polonisë, atëherë finalja është fituesi në çiftit Ukrainë-Suedi. Dhe kjo sfidë do të nisë prej orës 20:45. Kombëtarja e Shqipërisë do i bëjë llogaritë sot ndaj Polonisë pa Yasir Hasanin, Nazmi Gripshin dhe Klisman Caken. UEFA lejon vetëm 23 futbollistë që të jenë të gatshëm për ndeshjen dhe trajneri Silvinho ka ftuar 26. Sot janë në Serie C Stavropilo dhe Bujar Plana, dy lojtarë që shtojnë forcat në prapavi, po ashtu bie në sy rikthimi Ernest Muçit dhe Anis Mehmetit për llogaritë e sfidës. Hasani humbi vendin e tij në formacion sa i përket ndeshjeve zyrtare pas ndeshjes së parë me Anglinë në vitin e kaluar. Gripshi dhe Caki u transferuan në Rusi në merkaton e dimrit, ndërsa me kuqezin kanë luajtur vetëm në miqësore ndaj Jordanisë. Në listën e publikuar janë vetëm 3 sulmues të deklaruar, pikërisht Myrto Uzuni, Arber Hoxha dhe Armando Broja, me tipare sulmuese, por që preferojnë të luajnë si numër 10, janë Muçi, Mehmeti dhe Bajrami. Skuadra jon kombëtare do të zhvillojë sot në mbrëmje një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj. Kuqezin do të përballen me Poloninë në Varshavë, duke nisur nga ora 20:45 në një takim ku synohet historia. Për herë të parë Shqipëria ka arritur në një tur të tillë të botrorit dhe për të shkruar historinë 11 lojtarët që do të luajnë nga minuta e parë dhe ata që do të aktivizohen nga stoli duhet që të bëjnë ndeshjen perfekte. Silvinho ka pasur 3 ditë në dispozicion për të përgatitur skuadrën dhe pritet që në takimin e sotëm të bëjë surpriza në formacion, sidomos në repartin e sulmit, aty ku mungesat janë më të mëdha. Kështu porta do t'i besohet sërish Tomas Trakoshës, i cili do të ketë para 4 mbrojtës. Në të maj do të luajë Mario Mitaj, ndërkohë që në të djathtë hapësirë do të ketë për Elsejt Hysain. Qendra mbrojtjes do t'i besohet sërish dyshes Berat Gjimshiti dhe Arlinda Jeti, ndërkohë që një nga mbrojtësit më në formë Artian Ismaili përfundon sërish jashtë. Në mesfush Aslani dhe Shehu janë titular të padiskutueshëm, ndërkohë që ka një balotazh mes Ramadanit dhe Laçit, me këtë të fundit më të favorizuar. Në të djathtë të sulmit do të jetë Myrto Uzuni, ndërsa në të maj do të jetë Arber Hoxha. Në qendër të sulmit pritet të jetë Bajrami si nënç falës. Megjithatë, gjatë ndeshjes mund të kalojë Bajrami në krah dhe në qendër të zhvendoset Uzuni.